Qoftë lëvduar Jezu Krishti, mirëmbrëma për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lusim së bashku mbrëmsorën e dytë. Sot është festa e familjes së shenjtë të Jezusit, Marisë dhe Jozefit. O hyj më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O dritë e lume e qiellit, më e madhja shpresë e njerëzve, Jezus në lindjen tënde qeshi, dashuria familjare. Mari, me hire e pasur e vetmja që në gjithë të pastër, mund të ngrohesh Jezusin me qumësht dhe të puthura. Ty nga të vjetrit etër, mbrojtës i zgjedhur i Virgjës, me tëmblin emër atë të thëret foshnja hynore. Nga trungu fisnik i Jezeut, lindur për shpëtim të popujve, na dëgjoni ne që si lutës nxjerrim nga zemra kushte. Sa lullzoi froni juaj, i tërë me hir të virtytit, u bëft kjo që të futet në zakone familjare. O Jezus, që i bindur prindërve të tu i u bëre, me të lartin atë e shpirtin, për herë të qoftë lavdia. Amen. Antifona e parë. Pas 3 ditësh e gjetën në tempull mes dietarëve, duke i dëgjuar ata dhe duke u bërë pyetje. Psalmi 122. Se që gësova kur më thanë, eja të shkojmë në shtëpinë e Zotit, ja tashmë këmbët tona shkelën në dyert e tua, o Jeruzalem. O Jeruzalem, qytet i ndërtuar me mjeshtri, thuaj se i tëri një copë të vetme je. Atje ngjiten fiset e Zotit, sipas rregullorës në Izrael, për të kremtuar emrin e Zotit. Atje janë selit e gjykatores së drejtësisë, selit e shtëpisë së Davidit. Lutuni për paqen e Izraelit, u priften bara atyre që të duan ty, mbretëroft paqja në muret të tua dhe qetësia në pirgjet të tua. Për dashurinë ndaj vëllezërve e miqve të mi do të them, paqja me ty. Për dashurinë ndaj shtëpisë së Zotit hyjit ton, do të lutem t'i kesh të gjitha të mirat. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Pas 3 ditësh e gjetën në tempull mes dietarëve, duke i dëgjuar ata dhe duke u bërë pyetje. Antifona e dytë. Jezusi u kthye me ta, erdhi në Nazaret dhe i dëgjonte. Psalmi 127. Nëse Zoti nuk e ndërton shtëpinë, kot mundohen ata që e ndërtojnë. Nëse Zoti nuk e ruan qytetin, kot rizgjuar ai që e ruan. Kot e keni të qoheni para drite, me vonë të shkoni në pushim, ju që e hani bukën e mundit, të dashurve të vet u jep edhe në gjumë. Ja bit janë dhurat e Zotit, fryti i barkut është shpërblimi i tij, por si shigjetat në dorën e trimit, të tillë janë djemtë e rinisë. Luma i burr që e mbushi kukurrën me të tillë, s'do të turprohet kur të fjaloset me armiq në log. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Jezusi u kthye me ta, erdhi në Nazaret dhe i dëgjonte. Antifona e tretë. Jezusi përparonte në dije, në moshë e në hir para hyjit e para njerëzve. Kënga krahasojmë letrën drejtuar Efesianëve kapitulli i parë, hyji shpëtimtar. Qoftë bekuar hyji, Ati i Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na bekoi me çdo bekim shpirtëror, në qiell në Krishtin, në të na zgjodhi, para krijimit të botës, që të jemi të shenjtë të papërlyer. para ti në dashuri, Ai na parashënoi për vete, të jemi bi në shpirt, në sajë të Jezu Krishtit, me pëlqimin e vullnetit të vet, për nder të lavdisë së hirit të tij, me të cilin na pajisi me anë të dashurit, në të në sajë të gjakut të tij, e fituam shpërblimin, në të na u falën fajet, me anë të begatisë së hirit të tij, të cilin hyji e ndikoi në ne. bashkë me çdo urti e kuptim, Ai na vuri në dijeni, mbi misterin e vullnetit të vet, synim që lirisht kishte vendosur, qysh më parë ta kryente në të, kur të plotësohej koha, të vërë çdo gjë nën kryesinë e Krishtit, të gjithë qenësit,
që janë në qiell e në tokë. Lavdi o Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Jezusi përparonte në dije, në moshe, në hir, para hyjit e para njerëzve. Leximi i shkurtër marrë nga letra e Shën Pauli drejtuar Filipianëve, kapitulli 2. Jezusi, edhe pse me natyrë hyi, brezninë e vet me të nuk e çmoi si një visar që s'mundet pa të, por i amohoi vetvetes, e mori natyrën e shërbëtorit dhe u bë ngjashëm me njerëz, dhe përka pamja e jashtme, dukej vetëm njeri. Krisht ju bë në të gjitha i ngjashëm me vëllezërit e tij për ta dëshmuar dashurinë e Zotit. Krishti u bë në të gjitha i ngjashëm me vëllezërit e tij për ta dëshmuar dashurinë e Zotit. Pasi që u shfaq mbi tokë, banoi në mesin e njerëzve. Për ta dëshmuar dashurinë e Zotit. Lavdi o Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Krishti u bë në të gjitha i ngjashëm me vëllezërit e tij për ta dëshmuar dashurinë e Zotit. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Ç'na bëre kështu o bir? Ja, yt atë dhe unë të kërkuam plot piklim. Po pse më kërkuat? A nuk e dinit se më duhet të merre me punët e atit tim? Kënga e Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me hare i brorit hyjit shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvuajt. Qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të më dha bëri për mua, hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij brezni më brezni. Për ata që e druajnë. E tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rrëzoi princat prej fronëve të tyre. E i lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. E të pasturit i nisi duar thot. I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet. Duke sjell në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tonë. Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdi o Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Ç'na bëre kështu o bir? Ja, yt atë dhe unë të kërkuam plot piklim. Po pse më kërkuat? A nuk e dinit se më duhet të merrem me punët e atit tim? Lutjet e besimtarve. Ti përkullemi birit të hyjit të gjallë, i cili u dënua të bëhet antar i familjes njerëzore, dhe plot më shpresë ti drejtohemi. O Zot, ti je shembull dhe shpëtimtar për të gjithë ne. O Jezu Krisht, për misterin në nënshtrimit tënd Maris dhe Jozefit. Mësoj të gjithë që t'i nderojnë dhe t'i dëgjojnë ata të cilët kanë për detyrë t'i udhëheqin. O Zot, ti je shembull dhe shpëtimtar për të gjithë ne. Ti i deshe prindërit e tu dhe ata ta treguan dashurinë e vet. Forcoj të gjitha familjet në paqe dhe në dashuri. O Zot, ti je shembull dhe shpëtimtar për të gjithë ne. Ti u kujdese për atë që i përket atit tënd. Bë që hyji të jetë i dashur dhe i nderuar në çdo shtëpi. O Zot, ti je shembull dhe shpëtimtar për të gjithë ne. O Jezu Krisht, Maria dhe Jozefi të brengosur të gjetën pas 3 ditësh në shtëpinë e atit. Mësoj të gjithë që së pari ta kërkojnë mbretërinë qiellore. O Zot, ti je shembull dhe shpëtimtar për të gjithë ne. O Jezus, Marin dhe Jozefi një bashkangjit e vetës në lavdin qiellore. Bashkoj edhe të vdekurit në familjen e të lumturve. O Zot, ti je shembull dhe shpëtimtar për të gjithë ne. Ati ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt, art mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj, ti që në familjen shenjtë na dhe shembullin e shkëlqyeshëm të jetës së vërtet, bëj po të lutemi që edhe ne ti përngjajmë asaj, në virtytet e jetës shtëpiake dhe në dashuri, që të gjithë së bashku t'i gëzojmë shpërblimet e amshuara në shtëpinë tënde,
në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt për çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.